Labi dhe fëmia jashtëmartesor. Del fotoja shokuese ku e puth foshnjën përdor termin familje ndërsa gruaja e mohonte. Vetëm pak ditë pasi bashkëshortja e Labinot Regjës, Laureta Hoxha, mohoi plotësisht ta shethemet për një fëmijë jashtëmartesor. Një zhvillim i papritur ka trazuar sërish rrjetin, duke hedhur dyshime të mëdha mbi versionin e saj. Laureta insistonte se Labi ishte vetëm i ndihmës, i kontaktuar nga një grua serbe vetëm për të gjetur baban biologjik me mbiemrin Regja, duke theksuar se ky fëmijë nuk ka të bëjë asgjë me Labinotin. Megjithatë, profili i nënës së fëmijës ka publikuar një fotografi të re, e cila bie ndesh me versionin e bashkëshortes. Në foto, Labi shihet duke e puthur foshnjën, ndërsa imazhi shoqërohej me përshkrimin: vetëm familje. Ju faleminderit. Përdorimi i termit familje ngre pikpyetje serioze mbi natyrën e vërtetë të marrëdhënies. Publiku tani është në pritje për të kuptuar nëse ky imazh e ka rrëzuar plotësisht alibin e dhënë nga Laureta, duke konfirmuar lidhjen e Labit me këtë fëmijë.